Dyshimet të forta se përbërësit e kosit vi nga një qumësht të cilit nuk i dihet origjina, kanë vënë në lëvizje zyrën e mbrojtjes së konsumatorit. 17 raste ankimimi nga qytetarët janë paraqitur pranë zyrës për mbrojtjen e konsumatorit vetëm gjatë muajit qershor. Tashmë i takon autoritetit të ushqimit të zbardhë të vërtetën, pasi në dispozicion ka mostra të ndryshme të kosit. Për kosin ne kemi patur ankesa dhe kemi ankesa pothuajse të përditshme. Përbërësit dhe elementet e kosit nuk janë ato që kërkohen, nuk vjen nga një qumësht natyral i kontrolluar apo i pasteurizuar. Është një produkt i cili nuk i dihet origjinave e produktit. Ne kemi ankesa konkrete kur disa të shqytur mini fabrika, por që nuk kanë asnjë lloj standardi në prodhim apo në përpunim dhe në shitje, ofrojnë produkte kos të prodhuar nga qumështi i plur. Kemi raste të kontaminimit apo të helmimit të personave të konsumatorëve nga përdorimi dhe konsumi i kosit. Ndërkohë që pritet të dalin rezultatet e analizave, pranë autoritetit kombëtar të ushqimit, specialistët theksojnë se shenjat e para nga përdorimi i këtij kosi janë të vjella dhe alergjitë e fëmijët e vegjël.